Sot një litër naftë në tregun e Pakicës tregtohet me 214 lekë për litër ose rreth 2.2 euro sipas kursit mesatar të këmbimit. Nafta në Shqipëri tregtohet me çmimin më të lartë në rajon. Çmimet më të lira janë në Maqedoninë e Veriut dhe në Malë të Zi, ku aktualisht karburanti po tregtohet me rreth 1.6 euro për litër. Në Kosovë çmimi u rrit së fundmi me 1.7 deri në 1.8 euro litër, por deri 2 ditë më parë ishte rreth 1.6 euro për litër. Mesatarisht një procedurues automjeti në Shqipëri e paguan çmimin final mesatarisht 25 deri në 40% më shtrejt se sa në vendet e tjera të rajonit. Në Shqipëri, elementi që shton më shumë barrën fiskale është taksa e qarkullimit prej 27 lekë për litër. Akciza është fikse 39.4 lekë për litër dhe 3 lekë është taksa e karbonit. Mbi këto llogaritet TVSH-ja që është 20% me çmimin final, përfshirë taksat e tjera, ndryshe nga rajoni që TVSH-ja nuk e ngarkon mbi taksat e tjera. Kosova ka akcizë prej 0.37 euro për litër dhe TVSH-n prej 18%. Në total, aktualisht një shqiptar paguan një litër naftë 1.16 euro taksa, 53% të çmimit final. Një qytetar Maqedonas 0.58 euro për litër, 36% të çmimit final. Një malazezas 0.55 euro, 35% të çmimit final. Një shtetas i Kosovës 0.67 euro ose 38.5% të çmimit final. Në vlerë sa herë që ble një litër karburant, çdo përdorues makine në Shqipëri paguan 2 herë më shumë taksa se sa banorët e Kosovës, Malit të Zi e Maqedonisë së Veriut. Nëse hiqen taksat kryesor, çmimi i blerës me shumicë duke shtuar marzhet e pakicës dhe kostot e tjera të aktivitetit, kostot e punës, transport nga depot në rrjet, energji, firo ligjore, amortizimi, kredi bankare e tjera, në të gjitha vendet e rajonit është pak a më shumë në të njëjtat nivele në rreth 1 deri në 1.1 euro për litër.